Një propozim që mban firmën e deputetes socialiste Zamira Sinaj synon të krijojë një kursi të shpejtë dhe paralele për ndërtimin e porteve turistike, duke bërë një ndërhyrje në legjislacionin ekzistues. Aktualisht, ligji për portet turistike parashikon se ndërtimi i tyre bëhet përmes koncesionit. Me ndryshimin e propozuar, ata që kanë statusin investitor strategjik kanë mundësi që të anashkalojnë garën. Investitorët strategjik kanë një sër favoresh, ata përjashtohen nga disa taksa, kanë procedurat të përshpejtuara burokratike, ndërsa shteti ndihmon dhe me infrastrukturën, rrugë, rrjet energjetik dhe kanalizime. Një pjesë e mirë e tyre kanë marrë kundrejt vlerës simbolike €1 edhe shfrytëzimin e Bregdetit për disa 10 vjeçar. Me propozim të deputetes socialiste u shtohet dhe një favor tjetër. Sipas dokumentit, nëse një subjekt ka marrë statusin e investitorit strategjik dhe porti është pjesë e këtij investimi, ai përjashtohet nga rregulli i përgjithshëm i garës. Në praktik, kjo do të thotë se ndërtuesi një resorti do të marrë automatikisht të drejtën për të ndërtuar dhe operuar portin. Aktualisht, përmes koncesionit, privati e ndërton me para të veta, por pas disa vitesh investimi, në këtë rast porti, i kthehet shtetit. Nëse ky ndryshim ligjor miratohet, atëherë porti turistik do të ngelet pronë përjetësisht e privatit. Ndonë se këto porte konsiderohen me interes publik, projektligji parashikon që Këshilli i Ministrave vendos rregullat se si lidhet kontrata me investitorin për të ndërtuar portin. Kjo është vendos vendimarrjen nga një proces i hapur prokurimi tek një marrëveshje drejt për drejt mes qeverisë dhe përfituesit privat. Deputetja socialiste argumenton se ky ndryshim garanton unitet të projektit dhe rrit sigurinë juridike për investitorët e huaj dhe vendas, dhe se një ndërhyrje e tillë ligjore do të sjellë vende pune dhe zhvillim të turizmit elitar. Por nga ana tjetër ngrihet pikpyetja mbi shmangjen e garës dhe transparencës, si dhe kush fiton më shumë në terma fatgjat, shteti apo privati. Firmëtarja Zamira Sinaj u bë deputete e Partisë Socialiste vitin e kaluar dhe u komentua si një lëvizje surprizë, për sa kohë më herët ishte shfaqur si një aktiviste e opozitës në protestat e Lulzim Bashës përpara kryeministrisë.